Sido që t'jetë po I shërbeni Ramës me të gjitha këto konflikte të brendshme. Ne, po I shërbemi. Ai fiton sa herë. Kush është ky idiot më? Kush është ky idiot që e thot? Unë po them duhet izolu këto dhunat, ky thot po përçaj. Kush është ky idiot? Mos e ka emrin ky idioti për katës. Ma thuj lutem të keqet. Ma lexoj emrin e idiotit dhe tek vetë. Ka emër me numra për të shënësi. Po në emër me numra, pra policist. Në polic player aty që është në kompjuter policisë shtetit. Unë po them protesta nuk ka përçarje, po them. Protesta nuk ka dhunë brenda. Janë njerëz jashtë protestës, policistë që po bëjnë këtë punë. Ky po përçan protestën, ky legeni. Ky është zagar nga ata të Qibinit. Rajon numër 3. Jo, është një rajon. Është një rajon numër 3, po ta them. Gjithë diskutimi im është që s'ka përçarje. Ne kena kaq vetë që e bëjmë dëgjoj. Gjithë diskutimi im që s'ka përçarje. Diskutimi është që ne nuk propozojmë dhunë. Mes nesh nuk ka dhunë, mes nesh nuk ka asgjë gjë. Ne jemi në rregull, po them. Kto vin nga jashtë, nuk janë nga brenda. Dhe ai shkruan aty mos përçan. Ja kuptoti çfarë është ai aty që po thot. Unë po them të kundërt. Ai futet është nga policia e shtetit në kanal që po del jashtë kontrolli dhunës që kanë aty kanal. Se kanë kuptuar që me këtë që ka ndodhur dje, sot nuk do të ketë më probleme dhe asnjë ditë më vonë. Se do të I neutralizohen problemet që nga ky moment. Boll tashim, nuk ka më probleme. Ata s'do guxojnë më ta bëjnë më afrimin e tyre as fizik te kjo histori, se kuptuan që janë në target absolut. Se dje kanë dashur të ushtruan dhunë edhe nga Dritan Goxhet. Po u neutralizuan pa u shkon më afru se aty shkën pëshele ata. Se shohin më Tiranën me sy. Na boni na pyetje që ka domethënie që mund ta shtrim bisedën për sa përket këtyre ngjarjeve dhe ato se çka do të ndodhë me protestën gjatë ditëve. Nuk ka gjë më acaruse të shohësh se si gjuhet ngusht djalit Flamurit. Unë e kam pa me sy dje. Nuk ka gjë më acaruse. Nuk ka gjë më acaruse, fiksoni. Dhe ata që na tregojnë, jo po ishin viktima se I gjutën të parë. Agroni, kujt I ka gjutë Agroni? Njët vet. Edhe vet thanë që si ka gjutë Agroni, po. Na shau Agroni, po si se kuptoni dot që çdo diskutim që bëjnë është I çmendur, është absurd kur flisim me këto tema. Po ju e keni të qartë, ata e kanë gjutë Agronit, djalit Flamurit, simbolit gjithë protestës. Sa kuptoni ka djalit më të mirë, më të urtë, djalit vujt, djalit të mirë. Edhe ju vazhdoni prapë me diskutime. Sa kuptoni dot. Dhe e keni të qartë se kush e ka dhënuar. Është e dukshme, e shef gjithë dynjaja kush e ka dhunuar. Dhe thot vet Agroni, mos dëgjoni Altin, dëgjoni Agroni vet zotë e punës. I gjutëm se na shonaj. Sot. Kalojm pak tek shtatori. Pse shtatori është momenti që qeveria të friksohet avokat? Pse shtatori është momenti që qeveria të friksohet? Ka disa që kanë nxjerrë edhe teza të tjera tetor tani, kanë shtypur tetor. Jo, tetor ka bënë universitetet. Okej. Ka bënë universitetet tetori. Pse shtatori dhe tetori? Po shtatori ka bënë parlamentin. Tetori ka bënë universitetet. Kur është seanca e parë? Kur e kanë këtë? Po s'ka dalë pa përcaktuar seanca. S'ka dalë akoma në kalendari. Atë ditë që do jetë I rrethuar parlament. Do thotë diku ja se herën e kaluar me 200 veta, jo nuk do të jemi 200 veta. Në korrik mund të jemi 200 veta, në shtator nuk mund të jemi 200 veta, kaq është thelbi. Di Rama mirë çka ka shtatori. Shtatori është parlamenti. Shqipëria do ketë më seanca parlamenti, kështu. Mund të ketë greva të përgjithshme në Shqipëri. Mos u habit. Si greva të përgjithshme? Po greva. Ka truni Ramës, pra ne ka dhënë urdhër për të bërë këto aktet e skenaret e dhunës. Se s'kan hall që të dekurojnë njerëzit për shtator. Njerëzit gjithë Shqipëri kur dorëzojmë Ramën. Këtë pyesin nga gjithë Shqipëria. Ku do? Ti e ke dëgjuar këngën Rama e Pedoreqin? Është në çdo fest, në çdo koncert, në çdo party, në çdo live. Thjesht e kërcen apo jo, është në kokën e njerëzve. Është në kokën e njerëzve. Është krye frymë. Nuk mund të qëndrojë një pushtet ku gjithë populli thotë ik. Një popull që thotë ik. Ti e ke parë kush janë patronazhistë? Jo, ti e ke pa patronazhistët tani kush janë? Çfarë moshe janë? Nuk janë më të dikur. Janë të pleqtë. Jo, shumica janë pleqtë tash. Po. Si shpjegohet që shumica e patronazhistëve janë mbi 70 vjeç, mbi 60 vjeç? Çka ka ndodhur? U janë fshehur, ata të rinj nuk dalin më me emrat e tyre, me surat e tyre. Janë zhdukur. Dhe në lagje ke shqirë gjithë socialistë të rinj të angazhuar në Partinë Socialiste. U ka ngel vetëm pleqve. Si puna e shoqatës Enverit, kur do ikte Enver Hoxha nga mendja jonë në vitin 91, u kriju shoqata e Enverit, mamen. Kjo është shoqata e Edi Ramës, e Edverit sot. Vetëm pensionistka. I kanë hikur moshët e reja, nuk kam më. Unë kur futem në Facebook për ditë apo në rrjetet sociale dhe gjej këta që hajnë me nder, të gjithë thajen moshë vjetër, si shpjego ose me profile fake. Në Facebook kjo ndodh. Në Facebook kjo është. Pse? Ma shpjego ti. S'ka më vë.
shkru fryma. Dhe Rama ka shumë frikë nga kjo protestë mbështator, prandaj po sulmojnë me kështu skenaresh dhune tani, se kanë frikë shtatore. Kanë frikë shtatore, duke qenë se kanë frikë shtatorin, janë duke produktet. Sot, a di ata kanë bërë gafën e jetës për mua. Sepse kanë godit agronë. Ngacmimi këtyre, a ka qenë ky piku i djeshëm? Dje ka qenë piku? Për mua, Këtyre 7 ditëve ngacmime? dje do fillonte largimi protestuesve, prindërve, flamingove, flamurtarit. Ky ishte plani. Dhe ti e pes çfarë tha flamurtari një natës. Tha unë s'vim, tha se jam i ofenduar, tha. Kur ka thënë flamurtarit, agroni, imagjino ç'a, si mendon si mund të ketë, Po, si mund të reagojë njëri? Po, Ja, pastaj e agroni ndroi, po, e Pse si ndryshoi. shkruajnë në gjithë dynjaja. Po. Sot do jenë dhe më shumë. Janë më të revoltuar. Njerëzit do të vinë më shumë? Më shumë do vinë. Se kuptuan që Rama po bën çmos për të vrarë frymën e protestës. Dhe janë skenar ato që bën. Dhe por nëse kanë pyetur ropt, kush është roli jon protestë? Roli është qeneroje. Unë jam qeneroje në protestë, jam qeneroje bashkë me shokët e mi, jemi grup qeneroje. Ju mund ta quani që shtoj vetes qen, por po qeneroje protestës. Quhet watchdog në anglisht, po kur të lexoni tekstet ndërkombëtare, si fundi manualet e rezistencës, do kuptoni rolin e watchdogut. Këta kanë bërë dhe në 2013 në armët kimike me zirkondishë. Unë isha qeneroje në protestë. Po zirkoni vjen, a? Por me gjithë fëmijën e vogël, me gjithë gruan. Si është pëthuar për bankën që kush është ai që vendos, atëherë e njëjta logjik funksionon edhe për mikrofonin, thot dikush. Një grup njerëzish që janë aty në protestë që ditën e parë. Po, kur thua për bankën. Po këta grupi njerëz janë shkollum, kanë një farë niveli, kanë një eksperiencë tjetër. Kush është banka fundit? E diti pse është i famshëm banka fundit? Se ka shajt me rob shtëpi profesorin në shkollë ke banka e fundit, shkollë të mesme. Ky është fama e këtij njeriu. Me shajt profesorin. Njëri pa shkollë, i drogaxhi aty, një rob kontingjenti policisë, si se kuptoni dot ç'krasni me boni. Kush çek ai, kush çekan këta? Po shihni dur të kujt jeni. Të fundë rrinave të shoqërisë shqiptare. Që rrafin, që godasin flamurtarin, duhet shqetësoni për këtë fakt, duhet shqetësoni. Vetëm ideja që kanë bërë këtë gjë, duhet ishte e tmerrshme. Ta kishte pa grupi marshuesve atë skene. Po ta s'kishin ngel gjallu burit atë që e bën atë punë. Kishte hungur turma. Disa carus është ideja që kanë godit flamurtarin. Na kanë godit gjithë atë, po ta kuptoni, na kanë godit gjithë. Të gjithë na kanë godit kur kanë godit atë. Dhe ju e kuptoni shumë mirë. Kujt i shkon mendja malinje me godit atë? Kujt i shkon mendja? Vetëm atit, ati lart. Dhe përdor policin. Dhe ka ushtarët e policisë, kontingjentet e krimit, drogaxhi, një skapo me pisligje që policia i kontrollon. Dhe budallë që u vi nga pas. Si e Nikoja, për shembull që e përdorin për kështu gjënash. Se Nikoja po të kishte qenë vetëm dia ta mund thoshin ai ishte të çmendur. Po Niko ishte rrethuar nga këta. Se shifni videon dhe herë. Ai ma si marron punë me atë shkopi dhe e kapi rob dalin këta për herë. Jo po na kanë gjujt ne. Edhe kemi nxjerr Nikon atë për ze prindrit. Me shkop. Dhe ku aty ku po bësh me boj fjala Soros, Kushner, Bibi, që është hera e parë në botë që shkruhet i slogan e tillë. Nuk ka ndodhur kur në botë mos shkruhet i slogan e tillë. Ka shkruar për Soros o për Bibin dhe Kushner. As s'ka shkruar edhe për Soros dhe për Bibin dhe për Kushnerin bashkë. Po kjo është një regjistrimi i nivelit më të lartë. Kjo tregon skemat se si funksionon kapja e Shqipërisë dhe e botës. Po thonë që pas ka pasur përplasje edhe tek pulti, pra tek fonia. Okej, një temë tjetër që na hapet janë disa komente që na vijnë për Greta Thunberg, avokat pritet që të vijë me 20 gusht në protestën e Sorosit, thot një koment. Nuk e di kush ka komente si unë do shkoj ke protesta anti-Soros. Ti po desha shkoj protesta e Soros bashkë me Gretën në